zemër të Tiranës, një xhami që mund të mos kishte ekzistuar, por ja që ekziston. Kjo është xhamia e Tembeut, e vetmja xhami që ka mbijetuar nga 8 të tjera të ndërtuara në shekujt 18 dhe 19 në Tiranë. Ajo i bëri ballë kohës, i bëri ballë luftës, madje edhe komunizmit. Historia e saj filloi me Mollabeun, por mbaroi me të birin, Haxhiet Tembeun, të cilit ju deshën 25 vite për ta përfunduar. Një çerek shekulli, tull pas tulle, histori e shtresuar në përkushtim. Dhe po, këto gur mbahen së bashku me të bardhat e vezëve. Një teknikë e rrallë osmane, pothuajse e harruar nga koha. Brenda, çdo pikturë mbart peizazhe të pasura, të cilat pasi janë studiuar, rezulton se janë produkt imagjinatës, e që lumenjt, ndërtesat, përfaqësojnë jetën në botën e përtejme ose parajsën. Një udhëtim vizual në jetën e përtejme, i pikturuar shekuj më parë nga duar që nuk do t'i dim kur. Në hyrje do të vini re një plak me mbishkrime në osmanisht, si dhe shenja plumbash që tregojnë historinë e vështirë që ka kaluar ndër dekada. Ajo është ndër të paktat xhami që mbjetuan periudhës së komunizmit dhe sot ruhet si i vetmi monument kulture që përfshihet në guida zyrtare turistike të Tiranës. Sot, nga 600 deri në 700 njerëz kalojnë nëpër këto dyert çdo ditë. Disa kërkojnë besim, disa kërkojnë art, të tjerë vetëm një histori. È la prima volta che veniamo a Tirana ed è la prima volta che vediamo ovviamente questa moschea bellissima. Non mi aspettavo fosse così piccola, ma è davvero graziosa. È una delle più belle mai viste, davvero. Sono francese, sono venuta a venire qui, quindi tutte le influenze religiose anche e artistiche. E quindi è un luogo molto ispirante per me. Io personalmente amo le moschee come luoghi e questa è bella sicuramente. Ja disa foto të rralla që tregojnë rikonstruksionin e xhamisë pas luftës së dytë botërore. Mbijetesa nuk ishte e lehtë, por ky vend duroi. Në pjesën e jashtme ndodhet varri e Tembeut. Ngjitur me të, varri i Ballkizit, bashkëshortes së Tembeut dhe një pus origjinal që qëndron aty prej shekujsh. Për vite me radhë, stafi është përpjekur të restaurojë varrin e tij duke kërkuar gurët origjinal. Është si të bashkosh një mozaik nga një shekull tjetër. Xhamia e Tembeut nuk është thjesht një vend i shenjtë, është gjithashtu një arkiv i gjallë historie, arti dhe përkushtimi, një rrëfimtare e heshtur dhe një kujtesë se disa mure flasin.